Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Një mesazh për stabilitetin dhe paqen në rajone komentoi ministri i Mbrojtjes Kosovës marrëveshjen trepalçe në fushën e mbrojtjes të nënshkruar me Shqipërinë dhe Kroacinë më 18 mars. Për Jug Maqedonsin kjo marrëveshje nuk ka për synim të kërcënojë asnjë shtet. Ministri theksoi dhe rolin e Shqipërisë dhe Kroacisë në mbështetjen e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike. Ai gjithashtu foli për ndikimin e luftës Rusi-Ukrainë duke theksuar se ka ndryshuar tërësisht ambientin global të sigurisë dhe aspekti mosprekjes së kufive është në rrezik. Kroacia i kundërpërgjigje Serbisë për marrëveshjen me Tiranën dhe Prishtinën. Kryeministri Andrej Plenković tha se Kroacia nuk ka nevojë ta pyesë askënd rreth kësaj, as Serbinë as NATO-n. On nije nikakvoga neprijateljskoga karaktera, tako da ja razumijem da se treba sad tražiti probleme negdje dalje, ali u ovom tekstu ih nema i Hrvatska i ove dvije zemlje su to donijele na temelju svojih odluka i svojih procjena i zato ne trebaju nikoga pitati, ni Srbiju, a ni NATO. Reagimi erdhi pas komenteve të fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić se tre vendet që firmosën deklaratën të martën në Tiranë shkelen marrëveshjen e vitit 1996 dhe hapën një garë armatimesh. Shpresoj se dikush do të marrë 5 minuta për të lexuar tekstin e marrëveshjes ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, tha Plenković, duke shtuar se këto janë marrëveshje të përbashkëta. Ne ishim në gjendje të krijonim një dokument që ndihmon përpjekjet për reforma. Ai nuk është i një natyre armiqësore. Unë e kuptoj që duhet kërkuar një armik më tej, por kjo nuk është e natyrës armiqësore, tha kryeministri kroat Plenković. Turqia është e vendosur të ratifikojë marrëveshjet e kornizës ushtarake të nënshkruara me Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Marrëveshjet e nënshkruara në vitin 2024 pritet të kalojnë përmes një procedure të përshpejtuar për të futur në agjendën e parlamentit turk. Përmes marrëveshjeve Turqia dhe partnerët e saj do të bashkëpunojnë në një gamë të gjerë fushash ushtarake dhe mbrojtëse, përfshirë trajnim dhe arsimim, ushtrimet përbashkëta, bashkëpunim në industrinë e mbrojtjes, ndarjen e informacionit të inteligjencës, mbështetje logjistike, shërbime mjekësore, mbrojtje nga sulmet kibernetike, misione paqëruese dhe kundërminim të minave dhe pajisjeve shpërthyese të improvizuara. Marrëveshjet gjithashtu lehtësojnë shkëmbimin e personelit, kërkimin e përbashkët në shkencë dhe teknologjinë ushtarake dhe bashkëpunimin operativ në misionet e ndihmës humanitare dhe ndihmën pas katastrofave. Antarët evropian të NATO-s përartojnë një plan për zëvendësuar gradualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës si garantuesin e tyre kryesor të mbrojtjes gjatë 5 deri në 10 viteve të ardhshme, raportoi Financial Times duke cituar burime. Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe vendet nordike janë tani në bisedime për një propozim të mundshëm që do të zhvendoste barrën ushtarake dhe financiare të mbrojtjes së bllokut larg Washingtonit, thanë 4 zyrtarë evropian të paidentifikuar për Financial Times. Qëllimi përfundimtar është të paraqesë planin në SBA përpara samitit vjetor të NATO-s në Hag këtë qershor. Sipas raportit, përpjekja pasqyron frikën e prapur midis anëtarëve evropian të NATO-s se SBA nën presidentin Donald Trump mund të refuzojë angazhimet e saj të mbrojtjes ose të largohet krejtësisht nga bloku. BE-ja ka mbështetur gjithashtu një plan të njohur si Rearm Europe për të mobilizuar deri në 800 miliardë euro në borxhe ose ulje taksash për kompleksin industrial ushtarak të bllokut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ish presidenti Hashim Thaçi i lejohet kthimin në Kosovë vetëm për të parë varrin e babait të tij. Hagji Thaçi u përsoll të martën në Skënderaj ndërsa ish presidentit nuk ju dha leje nga gjykata speciale për të marrë pjesë në ceremoni. Mediat raportojnë se ish presidenti mbriti në Kosovë me një aeroplan privat rreth orës 10. Bashkimi Evropian shpreson një qeveri të qëndrueshme dhe bashkëpunuese në Kosovë. Në intervistë televizive, shefi i zyrës Unionit në Prishtinë, Ajava Orav tha se shpreson që qeveria e re në Kosovë do të jetë një qeveri e qëndrueshme dhe në gjendje të bashkëpunojë. Duke komentuar çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Orav theksoi se ai duhet të bëhet, do të thotë duhet të zbatohet. Dhe tani Peter Sorensen ishte këtu të dëgjojë liderët politik, cilët janë pritshmërit, çfarë mund të bëhet dhe çfarë nuk mund të bëhet, por do të shohim kur ai të kthehet herën tjetër dhe çfarë do të ofrojë apo do të kërkojë që palët të bëjnë, deklaroi shefi i zyrës së Unionit në Prishtinë, Ajva Orav. Presidenti e Kosovës është e bindur se marrëveshja e propozuar nga ndërkombëtarët nuk e kalon testin e gjykatës kushtetuese. Pas takimit që pati ditë më parë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, Vjosa Osmani deklaroi se personalisht beson se drafti nuk është në përputhje as me vlerat dhe as me normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës dhe as në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Unë personalisht besoj se nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Dhe një draft statut i tillë që bie ndesh me këto të trija nuk ka se si të hyjë në fuqi, dhe as nuk besoj që do të mund të kalonte çfarëdo testi në
gjykatën kushtetuese, e cila tashmë ka vendosur standarde për shumë nga këto temat vendosura brenda draft statutit, siç janë kompetencat ekzekutive të asociacionit e shumë çështje tjera, në vetë vendimin e saj të vitit 2015. Në lidhje me bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Vjosa Osmani tha se në procesin e dialogut deri më sot nuk është respektuar parimi i barazisë mes palëve. Kosova absolutisht nuk është trajtuar në përputhje me parimin e barazisë dhe balansin në këtë proces të dialogut. Ka qenë proces i njëanshëm, i cili e ka dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e procesit. Presidenti letonez Edgar Rinkevic, gjatë vizitës zyrtare në Kosovë në praninë të presidentes Vjosa Osmani, tha se nuk mund të premtoj që statusi i vendit kandidat do të jepet deri në fundin e vitit, ndërkohë që konfirmoi qëndrimin e Letonisë për heqjen e masave kufizuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. My belief is that the sooner we do, the better it is. So, if we lift restrictive measures, then we will see how far we will be going also with other measures, but I can't promise you that there could be a candidacy by the end of this year. That is something that I can't speak on behalf of all the EU member states. Bindja ime është se sa më shpejt që kjo të bëhet, aq më mirë do të jetë. Nëse i heqim masat kufizuese, atëherë do të shohim se sa do të shkojmë dhe me masat e tjera, por nuk mund t'ju premtoj që statusi i vendit kandidat do të jepet deri në fund të vitit. Nuk mund të flas në emër të gjithë anëtarëve të Bashkimit Evropian, u shpreh presidenti i Letonisë Rinkevic. Ekonomi. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës vlerëson efektet në ekonomi, dy programet të Fondit Monetar Ndërkombëtar me një vlerë për rreth 180 milion euro. Në praninë të Bankës Qendrore të Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kuran Murati theksoi se Kosova është shteti i parë në Europë që ka përfituar nga ky program, duke i lidhur atë me përmirësimin e politikave për energjinë e ripërtëritshme dhe ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Synimi kryesor i programit pra është rritja e kapaciteteve të energjisë së ripërtëritshme. Më konkretisht e kemi pasur tash së fundmi lancimin e ankondit për energji me erë me kapacitet prej 150 MW, por kanë qenë edhe masa të tjera siç janë pra ankondi solar apo përmbyllja e tij prej 100 MW që kishim vitin e kaluar, ligji për energji të ripërtëritshme, mbështetja e investimeve në eficiencë të energjisë përmes izolimit të banesave dhe shumë masa të tjera. Ndërsa guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmeti Ismaili, listoi disa nga reformat e ndërmarra nga ky institucion. FMN-ja gjithashtu ka njohur për parimin tonë drejt integrimit në zonën e vetme të pagesave të BE-s. Dërgimi i aplikimit paraprak në Komisionin Evropian dhe Këshillin Evropian të Pagesave ka shënuar një hap të rëndësishëm në rrugën tonë drejt integrimit në hapësirën ekonomike europiane. Megjithatë, procesi do të varet nga shqyrtimi i kushtetuese i ligjeve që ndikojnë këtë proces dhe që siç dihen janë jashtë fushveprimit të BÇK-s. Kreu i misionit i Fondit Monetar në Kosovë, David Amaglobeli, u ndal tek progresi i konsiderueshëm i arritur gjatë programit duke theksuar rritjen e fortë ekonomike prej 4.1%, më e larta në Europë. Bankat e nivelit të dytë në Shqipëri do të kenë gati për të kryer pagesa në zonën unike të pagesave euro SEPA në tetor 2025. Gjatë një forumi biznesi me dhomën amerikane, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seiko tha se për gjatë vitit të parë të antarësimit aktorët ekonomik në vend do të kursejnë rreth 20 milion euro si rezultati i uljes së komisioneve. Vlerësojmë se vetëm nga ulja e komisioneve, kryerja e transaksioneve nëpërmjet skemave SEPA do të kursejë agjendën ekonomik rreth 20 milion euro në vitin e parë, pra që këtë vit. Këto përfitime do të jenë të prekshme pasi secili institucion financiar të aplikojë dhe të pranohet individualisht në skemat SEPA. Aktualitet. Zgjatet në 30 ditë masa e paraburgimit për ish-ministrin e ekonomisë së Republikës Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi. Gjykata themelore në Koçan shpalli vendimin me të cilin caktohet 30 ditë paraburgim për 13 persona të përfshirë në rastin e zjarrit në diskotekën Puls, mes të cilëve dhe ish-ministrin nga radhët e BDI-s. Mbi ish-ministrin rëndojnë dyshimet mbi kushtet e dhënies së licencës së ushtrimit të aktivitetit për këtë diskotekë. Më shumë se 59 të rinj humbën jetën gjatë zjarrit të rënd për shkak të përdorimit të lëndëve piroteknike. Nga e hëna priten kthimet e para nga jashtë të pacientëve të lënduar që janë dërguar për trajnim pas zjarrit të rënd në Koçan, Republikën e Maqedonisë së Veriut. Lajmi është bërë i ditur nga drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor, Sasho Klekovski. Ai tha se kurimi i pacientëve do të vazhdojë në vend, duke qenë se trajtimi i djegëve është një proces që mund të zgjasë disa muaj. Gjithsej 106 persona të lënduar janë dërguar për trajtim jashtë vendit gjatë 5 ditëve të fundit. Prej tyre 30 janë në Serbi, 15 në Bullgari, 4 në Sloveni dhe 5 në Kroaci, 12 në Greqi, 4 në Itali, 6 në Austri, 4 në Belgjik, 4 në Lituani, 12 në Turqi, 2 në Suedi, 6 në Hungari dhe 2 në Poloni.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti garantoi drejtësi për gjitha rastet e tjera tragjike që kanë ndodhur në vend, duke shprehur ngushëllime për familjet e viktimave nga Koçani. Zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti garantoi se drejtësi për këtë rast do të ketë dhe për gjitha rastet e tjera, përfshirë Besatrans, spitalin modular në Tetov dhe të gjitha tragjeditë e tjera. Lufta jon për një Maqedoni më të mirë do të ketë kuptim vetëm atëherë kur ata ndaj të cilëve sistemi ka qenë i padrejtë do të ndjejnë se drejtësia nuk është nocion i kapur nga mafia që kontrollon shtetin, siç për fat të keq ka qenë rasti për vite me radhë në të shkuarën dhe se thirrjet e tyre për drejtësi do të hasin në përgjigje dhe reagim, deklaroi zëvendës kryeministri i parë i Republikës Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti. Qindra qytetarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut i dhanë lamturmërinë e fundit këngëtarëve të grupit muzikor DNK që humbën jetën në tragjedi në Koçan. Qytetarët që morën pjesë në këtë ceremoni ishin pothuajse nga të gjitha qytetet e vendit. Më shumë se 59 persona humbën jetën në zjarrin e rënë në një diskotekë në Koçan për shkak të përdorimit të lëndëve piroteknike. Bota. OKB ngre alarmin. Shkrirja e kullnajeve rrezikon furnizimin me ushqim dhe ujë të 2 miliard njerëzve. Sipas një raporti të UNESCO-s, 2/3 e të gjithë buqësisë së ujitër në botë mund të preken në një farë mënyrë nga tërheqja e kullnajeve dhe zvoglimi i rreshtive të borës në rajonet malore të nxitura nga kriza klimatike, sipas CNN. Më shumë se 1 miliard njerëz jetojnë në rajone malore dhe nga ata në vendet në zhvillim deri në gjysma tashmë po përjetojnë pa siguri ushqimore. Kjo ka të ngjarë që të përkesohet pasi prodhimi i ushqimit në rajone të tilla varet nga ujërat malore, shkrirja e borës dhe akullnajat, sipas raportit botror të zhvillimit të ujit 2025. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.